Njëri ishte vetëm 3 vjeç e tjetri 11. Ka që shkurtër ishte jeta e Zoje Mensur Mustafës. 27 vjet më parë në fshatin 2 të Podjevës duart kriminale serbuan ndërprerën të ardhmen. E dhimbja për ta nuk është zbehur asnjëherë. Ajo mbetet po aq e rëndë edhe tani, si në ditën kur babai i tyre mori lajmin se ja kishin vrarë të 2 fëmijët. Kur na kanë njek forcat serbe, kemi kalu kësajte deri te shkolla e Kolicit, shkolla e xhamia. Aty s'kena mujt me dëvërtu dhe kanë filluar me gjujt pe praga, pe tenka, pe të në mjetët që kanë pas, dispozion. Edhe aty kanë me djallë edhe qika, edhe grune kanë pas plagume pak, në komën e cope ka pas. 3 dekada më parë në një ofenziv të forcave serbe nga 18 deri në 23 prilli 1999 u vranë dhe u masakruan mbi 200 civil shqiptar të paarmatosur të fshatrave 2 Koliq. Në kujtim të tyre në kompleksin e varrezave të luftës në fshatin 2, ushtrusja e detyrës së presidentes së vendit Albolena Agjiu vendosi kurora lulesh. Ajo tha se këta civil u masakruan në këtë akt gjenocidal të Serbisë dhe se kujtimi për ta mbetet detyrim i përhershëm. Duke folur për mungesën e drejtësisë, ajo tha se e vërteta për këto krime dihet dhe se përgjegjësit duhet të dalin para drejtësisë. Si institucione të Republikës së Kosovës kemi krijuar bazën ligjore për ndjekjen dhe dënimin e kriminalëve të luftës edhe në mungesë. Prandaj sot nga ky vend i bëj thirrje institucioneve të drejtësisë që të angazhohen me të gjitha kapacitetet e tyre, që të ngrenë akt akuza dhe gjykime ndaj përqetësve për këto krime të rënda. Drejtësia nuk duhet të mungoj. Detyrat e përgjegjësitë që mbajmë si institucione burojnë nga sakrifica e dëshmorëve dhe martirëve tanë. Kryetari i Podjevës e cilësoi masakrën e Dyzit si njëra nga më të dhimbshmet në Kosovë. Pushtuesi serb u ndërpreu jetën në gjysmë mbi 200 civilëve, vetëm se ishin shqiptar dhe jetonin në tokat e tyre. Dhimbja asaj dite vazhdon të jetojë në kujtimet e familjarëve dhe në secilin prej nesh. E ndonë se bijtë e tyre u vranë në luftë, kujtimet e nënave për ta do të jetojnë gjatë.